Në fshatin mbi lum, ku shtëpitë ishin aq afër njëra tjetrës sa dëgjonin frymëmarrjen e mureve, jetonte një djalë që çdo mbrëmje numëronte dritat e fikura. Jo të ndezura, të fikura. Kur ishte i vogël, fshati ndizej herët. Dritaret ishin sy të gjallë. Tani, çdo vit një dritë më pak, një shtëpi e mbyllur, një derë që s'kërkonte më çelës. Babai i tij rrinte në obor, gjithmonë në të njëjtën karrige plastike të qarë. Pinte kafe të ftohtë dhe shikonte rrugën, sikur dikush do të kthehej po të shikonte mjaftueshëm gjatë. Njerëzit ikin për bukë, thoshte ai. Por zëri i tij thoshte diçka tjetër. Ikën për shpresë. Një mbrëmje, djali gjeti një dritë të ndezur në shtëpinë përballë. Ishte shtëpia e gjyshit, bosh prej vitesh. U afrua. Dera kërciti si të ishte zgjuar nga gjumi. Brenda, llampa ndriçonte një tavolinë druri. Mbi të ishte ora e vjetër e murit, ajo që kishte ndaluar ditën kur gjyshi kishte vdekur. Tani tik-takonte. Jo fort, por mjaftueshëm. Djali u ul, nuk u tremb. Shqipëria të mëson herët që gjërat e çuditshme s'janë gjithmonë të rrezikshme. Në mur ishte një hartë e vjetër e vendit, e grisur në cepat ku kishin ikur njerëzit. Ai e preku. Ora ndaloi. Të nesërmen, drita ishte fikur sërish. Ora kishte heshtur, por në fshat ndodhi diçka e vogël. Një derë u hap, një obor u pastrua, një zë fëmije u dëgjua. Babai e pa dhe nuk foli. Vetëm e piu kafe ngrohtë për herë të parë pas vitesh. Djali vazhdoi të numëronte dritat e fikura, por tani e dinte një gjë. Ndonjëherë, mjafton një dritë e vetme për të kujtuar një vend se është ende gjallë.